2 pacientë të lënduar nga zjarri në Koçan, të cilët po trajtoheshin jashtë shtetit, mbrëm janë kthyer në vend, ndërsa gjatë ditës do të kthehen dhe 5 të tjerë, 4 nga Spanja dhe 1 nga Greqia, me çka numri i përgjithshëm i pacientëve që trajtohen jashtë vendit nga 115 do të ulet në 108, ndërkaq 4 pacientë të cilët ndodhen jashtë shtetit për mjekim ende janë në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Momentalisht nëpër spitalet e Shkupit, pacientët të cilët e përjetuan tragedinë e Koçanit, shërohen 23 pacientë, prej cilëve 4 janë në qendrën klinike, 6 janë në spitalin e vjetër të qytetit dhe 9 janë në 8 shtatori. 4 pacientë janë në spitalet private. Pacientët të cilët shërohen jashtë shtetit janë 113, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 4 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje kritike, dje u kthyen 2 pacientë, sot kthehen edhe 5 pacientë tjerë. Do të thonë, jashtë shtetit sonte do të mbesin vetëm 108 pacientë që shërohen. Të gjithë pacientët që do të kthehen në vend do t'i nënshtrohen një monitoringu 24 orësh nga mjekët vendas dhe më pas do të lëshohen nga spitali. Sa i përket numrit të pacientëve që po mjekohen në klinikat e vendit, momentalisht është 23, pasi mbi 12 pacientë janë lëshuar për kurim shtëpiak. 4 pacientë ndodhen në qendrën klinike, 6 në spitalin e vjetër të qytetit, 9 pacientë janë në klinikën 8 shtatori dhe 4 pacientë të tjerë janë në klinikat private të vendit.